na nuk kemi të drejtë të jetojmë kur I kemi provat? Pse ne nuk kemi të drejtë ti pa disim? Pse nuk kemi bërë? Pse ky pasivitet brenda organeve të sigurisë së shtetit? Vetëm këtë dhe masera. Do të përgjigjim ato. Paraprakisht do ta përmend vetëm edhe një detaj. Dëshmitar në tribunalin Hagës, Ratmir Tanić, ish agent I shërbimeve sekrete, kishte pranu publikisht se ka ekzistu plani patkoj, ekziston është e vërtet dhe që nuk ka këtu kurfar të rrëllimi që ka ekzistu. Çka na pengon neve? Thash, neve na pengon në një, organizimi, I përbashkët, vullneti I përbashkët për ta denoncu Serbinë për krimin e gjenocidit. Neve na mungon edhe vullneti politik. Ku jemi të vullneti para se të vazhdojnë ato që çfarë kanë bërë organet. Çka ka të bëjë vullneti politik? Gjithë shqiptarët duhet jenë unik, kafshi për paditjen për gjenocidin serb. Mirë po, duhet jemi ashtu. Mirë po nuk është treguar deri tani. Mos harrojmë, ne kemi nisma për me amnestu krimin e gjenocidit. Mos harrojmë ai komisioni I 2017 që ishte iniciuar për themelim, po ka dështu ish presidenti Hashim Thaçi 2017 që kërkon një komision me kriju një komision për pajtim shqiptaro-serb, që ishte skandal. Ishte skandal I madh. Yes. Mande kemi deklarata tjera ish ministrit të drejtësisë, Edin Kuçi, për amnesti, e kështu me radhë. Mirë po, duhet kemi qartë. Por ata janë individ, ne po flasim në një platformë kombëtare. A duhet, asa a kemi ndërgjegjë fare, se sfundit qindra mia familje në Kosovë sot nuk I kanë të afërmit të tyre dhe nuk I posedojnë aseshta, as varret. A duhet të kemi ndërgjegje nuk pe luaj rolin e patriotit, vetëm të ndërgjegjes njerëzore, sepse askush në botë nuk ta ndalon ti kërkosh eshtrat e një familjarit tënd. A kupton? Spaku ku I dihet destinacioni, I dihet arsyeja dhe qëllimi I zhdukjes tyre dhe dihet fajtorit. Pse mekanizmat shtetëror ton, a ka pas pengesa nga ana ndërkombëtare, nëse ke dieni. Unë me sa di ka pas pengesa të formave të ndryshme politike, gjithnjë duke arsyetuar se jemi në procese sipër në reformime në këta, por ne jemi thuajse 30 vjet pas lufte dhe është e kohë të elaborohet kjo temë se është e konsumuar. Pse na nuk kemi fuqi të kemi një organizim pozitiv kashi atyre frymeve që sot varret ju mungojnë ose I kanë varret pa jana. Fatkeqësisht ne e dim se gjatë luftës Kosovë kemi mbi 400 masakra, ku 900 varreza masive. Zyrtarisht nëse mund quhet ashtu lufta në Kosovë ka filluar me masakrën e Qerezit me 28 shkurt 1998 dhe mund konsiderohet që lufta ka përfunduar me disa konsiderohen që 16 qershor, disa 20 qershor. Masakra më e madhe është masakra e Mejës me 377 shqiptarë të vrarë dhe masakruar me qëllim qartë nga Serbia për shkatrimin e shqiptarëve si të tillë. Ajo që duhet ta kemi qartë. Thash, fakte ka, dëshmi ka, mirë po fatkeqësisht nuk është punu sa duhet për ta argumentu krimin e gjenocidit. Nuk ka pas vullnet. Po themi këtë vullnet edhe ka pas edhe pengesa, edhe në rrafshin vendor edhe ndërkombëtar. Rrafshin vendor, spari edhe këto ligjet apo projekt ligje që miratu. Asnjëra nuk e prezanton qartë. Nuk e përmend krimin e gjenocidit dhe është sabotim I qartë. Për shembull, do t'i përmend disa ligje. Janë bërë qëllimshëm në kuptimin. Jo, unë e them që janë bërë qëllim. Unë bërë qëllim. Nëse kjo mund të thuhet është bërë me ignorancë, atë ku janë këta? Këta çfarë intelektualëve kemi? Për shembull, kemi ligjin për institutin për krimet e kryer gjatë luftës Kosovë. Vetë në çën start, unë e përmenda, domethënë, deklaratën e shefit të institutit për krimin e luftës që po thotë që I referohet pikërisht I ligjit, çfarë kompetenca kemi ne. Çdo është qëllimi I ynë, askund se përmend krimin e gjenocidit. Domthonë, është sabotim I qartë. E dyta, që ky institut, që është themeluar që një vit, është duke punuar jashtëzakonisht pak. Për dallim ai instituti më parshëm, që ka qenë nën kuadrat e Ministrisë së Drejtësisë, I themeluar 2011,
që zgjati deri 2019, që ishte pjesa saj e ndjera që ka punu jashtëzakonisht shumë, Feta Daramosaj. Ai institut ka bërë hulumtime serioze në raport me këtë institutin tani. Tjetra, kemi ligjin për kurizimin. Do të kanë qenë edhe plagë më të freskëta e njohurit besa edhe për jetimet, se ka qenë ekspert, kanë qenë njerëz që janë marrë një kohë gjatë me krimin e gjenocidit dhe kanë pjesë e këtij institutit. Kurse ky institut që është aktual, kemi vetëm 2 persona që më parë janë merr me krimin e gjenocidit. Kjo është një sabotim. Nuk si ka mundësi me kriju një institut që nuk merr ekspert fuqishëm edhe vendor ndërkombëtar, duhet marrë jurist, do mos ta bëj asnjë pati. Edhe mos bëj asnjë pati. Mirë po, tjetër do të përmendim edhe ligjin, mekanizmat ligjor që i referohen që fatkeqësisht shënosi krimet lutjet, po është dashur më konsiderosi krimet gjenocidit, kemi ligjin për programe speciale. Ligji për programe speciale ja mundson prokurisht që më merr me trajtimin e krimeve gjenocidit. Dhe në jetën konkuadrat e programe speciale është krijuar një departament i veçantë për këtë çështje. Tjetra, kemi ligjin... Do thot kemi departament në për këtë? Po, kemi. Kemi po ashtu ligjin për statusin e drejtave të dëshmorëve, invalidëve, veteranëve, pjesëtarëve të ushtrisë shëndetare. Apo përfilet? Dhe mandej viktimat e dhunës seksuale, viktimat civile dhe të familjarët e tyre. Ishte në këtë legislaturën e mërëm. Mandej tash tjetër kemi edhe qeveria e Kosovës dihet ka miratuar një vendim për themelimin e muzeut për gjenocidin do thotë Serbisë Kosovë, dhe çështja tjetër është miratimi i projektligjit për dokumentimin e krimeve luftës. Por të gjitha këto janë minore në konceptin e padisë ndërkombëtare. Jo vetëm ne po flasim për diçka që ne po paditemi. Edhe ligjërisht. Shësha, miratimi i projektligjit për krime luftës. Kjo që në start, ligjërisht, domethënë ti bie që ke hek dorë për ajo që është esenciale, gjenocidi. Tjetra është me data 14 maj të vitit 2019, që e përmenda më parë, është miratimi i rezolutës Kuvendit të Kosovës që e shpall atë që ka ndodhur në Kosovë si gjenocid. E vetmi parlament. Vetmi parlament që do thotë ka ratifikuar. Ka dështu 2 herë. Por nuk u ratifikuan nga parlamentet në Shqipëri, tu desha dal. Edhe kjo nëse ofrohen paraprakisht duhet të ndërlidhesha edhe te punët e institucioneve të tjera. Thash, mas pari është por ligjërisht ne kemi probleme në aspekt ligjor. Nuk është krijuar që duhet krijohet patjetër një ligj i veçantë për krimet e gjenocidit serb. Vetë miratimi i rezolutës për gjenocidin serb 2019 ja mundson, ja hap shtek për krimin një gjykate speciale për gjenocidin serb. Temi pak më konkret, nëse është vetëm propozimi im i marr, qofsha i marr i gabum, parlamenti jonë duhet të krijojë një gjykatë speciale vetëm për trajtimin e krimeve serbe në Kosovë. Një gjykatë e cila nuk duhet bëj as me gjykatën civile, as me atë komerciale, as me atë ndërkombëtare, po të ketë një gjykatë speciale ku do të dënohen të gjitha krimet e formave të ndryshme që okupatuari serb ka shtruar mbi shqiptarët. Sepse krimi është të rrëmbesh dikujt pasurinë, krim është t'ja djegësh shtëpinë, është krim t'i vrasësh gjithë t'ja zhdukësh, është krim i organizuar në nivelin shtetëror, që nuk mund t'i trajtosh të gjitha temat me kaq pak ligje e me kaq shumë plagë që ka bërë shteti serb, sepse sot jemi shtet. A ekziston ndonjë iniciativë nga ndonjë shoqëri civile ose nga ndonjë grup parlamentar ose që mund të propozoj diçka të tillë që në sens mund të bëjnë institucionet tona brenda Kuvendit të Kosovës? Në fakt, ajo që është dashur të bëjnë institucionet tona në mënyrë emergjente, mendimi personal është lidhur me me avancu çështjen e dënimit të gjenocidit serb në Kosovë. Unë mendoj që duhet miratohen 2 ligje. E para do të ishte ligji për gjenocidin serb në Kosovë, dhe në jetën kur një ligj i veçantë që dënon çdo person që e mohon gjenocidin serb në Kosovë. Dhe ajo që është më rrezikshme, domethënë nëse e referohem prap gjykatave, domethënë Kosovë,
Gjykatat në Kosovë, edhe jo vetëm kohën e mikut të Ulegës, sidomos tashmë që thash kanë kompetencë kryesore me trajtimin e krimit gjenocidit, thash edhe në aspektin ligjor. Ne kemi qalime, nuk trajtohen askund krimi gjenocidi, po edhe mënyrën dënimit akta akuzat, as një gjykat, as që në kohën e mikut, edhe tutje, edhe përmend edhe në tribunal Hagës, nuk për rastin e Kosovës nuk ka asnjë akt akuz apo dënim për krimin e gjenocidit. Slobodan Miloševići që ka pas për rastin e Bosnjës vetë 2 akt akuza për gjenocid. Nuk ka asë një person serb që është denu, gjykata edhe vendorët e nuk është denu me mbi bazën e krimit gjenocidit. Dhe kjo është një gabim i madh. Tjetra, mënyra se si po i denojnë gjykata tonë është skandaloze. Për shembull, e kemi fakte dhe dëshmit. Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë thot gjatë gjithë luftave në ish Jugosllavi, thot kemi 500.000 veteranë. Shoqata veteranëve të tyre thot i kemi 700.000. Nuk ka shifra sakta se sa ka që pjesëmarrja e tyre, domethënë llogaritë disa që mund të jenë mbi 350.000, domethënë për forcat armatose serbe që kanë luftuar në Kosovë. Ajo që është esenciale, duhet kemi qartë, gjykatat duhet vendosin mbi këtë bazë. E mjaftueshme, involvimi, pjesëmarrja në krimin e gjenocidit. Janë fakt pjesëmarrës, ki dëshmi. Mënyra se si po i gjykojnë është skandaloze. Unë kam pas raste me diskutu dhe me persona që janë dëshmitarë në krimet e gjenocidit dhe thonë që kjo është e vështirë me argumentu mënyrë se si po kërkojnë gjykatat, sepse ti s'mundesh me majt mend më shumë se 2-3 figura kush kanë qenë të involvuar ndërkohë në gjenocid. Dhe kjo ka qenë është një sabotim i këtij procesit. Dhe është bë gabime edhe do të thotë në sa i përket edhe dënimet e ndryshme që janë bënë për gjenocid e kështu me radhë. Po parapakisht do të kthejmë edhe një fakt që e bëra pak një gabim sa i përket rastit e Reçakit, duhet ta përmirësoj. Përgjegjësi kryesore ka pas atko shefi i shërbimeve sekrete policore Goran Radioslavović me pseudonimin Guri, që e bëra para një gabim. Po, e tha kronika jon paraprakisht nga punimi yt. E kujtova, kështu që deshta me do thotë me përmirësu veten. Ajo që është esenciale edhe një herë. Përmenda te gjenocidi në krimi gjenocidi në Reçak. Ajo erdhi edhe do thotë shkaktari kryesor për ta ndërgjegjësu faktorin ndërkombëtar ishte zëdhënësi i OSBE-s për Kosovën William Walker. Këtu faktori ndërkombëtar i tha stop Slobodan Miloševićit dhe aparaturës tij kriminale, sepse ne dimë që menjëherë pas krimit të gjenocidit në Reçak, gazetat e ndryshme amerikane kanë raportuar publiku përgjime. E tha kronika e jonë, që ke shkruar ti, do thotë të zyrtarëve të lartë shtetëror serb për planifikim të këtij genocidi. Pra, çdo tendencë të palë serbe që me konsideruar se janë një skenime, nuk ka pas prova, diçka është e pa bazë. E përmenda më së pari argumentet të zyrtarëve më të lartë shtetëror serb që kanë përmendur që kemë pas një zinxhir komandues dhe involvim drejt shtetit serb në krimin e gjenocidit, mirë po kemi edhe pjesëtarë të ish aparaturës së shërbimit inteligjent dhe serb që kanë të dëshmuar, domethënë edhe nëpër media dhe nëpër shkrimet e tyre që përgjegjësinë shtetit serb dhe në njëjtën kohë edhe inskenimin të rasteve ndryshme edhe akteve terroriste. Për shembull, zëvendës kryeministri i Federatës Jugosllavisë, Vuk Drašković, ka deklaruar se ka ekzistuar një plan do të thotë me vendim të i hartuar domethënë Slobodan Miloševići dhe shtabi i tij që në nëntor të vitit 1998 për me kriju akte terroriste në shqiptar dhe në serb dhe për t'i fajsuar shqiptarët. Gjë që ndodhi më pastaj me rastin Panda në dhjetor në 1998 në Pej me vrasjen atyre gjashtarinë serbo-malazez, jo vetëm serbo-malazez, të realizuar nga me urdhën Radomir Markovićit, shefi sigurimit lartë sekret serb, dhe të zbatuar nga njësiti i forcave speciale JSO e Milorad Ulemek i njohur si Legja, i cili domethënë
me grupacionin e tij. Por kjo ishte vetëm për tentativë, për të legjitimuar. Kjo ishte për legitimuar barbarinë ndaj shqiptarëve. Dhe çka është esenciale këtu? Para se të rikthejmë këtij rasti dhe për opinionit, domethënë për me argumentu. Ideja është pse themi që Serbia ka bërë gjenocid. Tham, tradicionalisht, domethënë Serbia nuk ka zbatuar asnjë konvent ndërkombëtar. Domethënë nuk e ka zbatuar as konventin e Gjenevës, ratifikuar në 1949, nuk e ratifikuar asnjë rregull të luftës, as konventin e justifikohet gjithmonë se ka dalë nga mbretëria. Konventin për pandalimit justifikimin e ka të mbretëria. Po, e që e ka ratifikuar Jugosllavia në 1950-ën, nuk i ka zbatuar asnjë marrëveshje. Ajo që ka bërë Serbia në Kosovë i plotëson gjitha kriteret e konventës për pandalimin dhe dënimin e gjenocidit, është gjenocidi i pastër. Tham, kemi fakte dhe dokumente të pikërisht të shërbimeve sekrete serbe që dëshmojnë për një organizim të qartë shtetëror serb në krimin e gjenocidit. Por pos deklaratat e zyrtarëve të lartë shtetëror serb që e pranojnë gjatë tillë, kemi projekte gjenocid i shtrirë në koherencë, sepse mos ta gulfasim vetëm tek fundit të Kosova. Është i shtrirë në koherencë. Sidomos dhe justifikimet. 90-97, domethënë nuk ka qenë vetëm apartheid, e kem shpjeguar pikat esenciale në disa që kanë filluar që nga viti të 90 ku i kishim. Domethënë sublimot autonomia e Kosovës. Mandej ndodhen helmimet e shqiptarëve, ndodhen dëbimi mbi 150 shqiptarëve, domethënë nga vendet e tyre të punës, dhe mbesin 500.000 shqiptarë pa bukë të gojës. Mandej kemi diku 500.000 shqiptarë që domethënë dëbohen, largohen nëpër vende të ndryshme. Mandej kemi 1990 1993 mbi 2.2 miliard dëm ekonomike që i shkakton Serbia gjatë kësaj periudhe. 1990-97 kemi 20 miliard dëm ekonomike, plashkite, shkatrime, dhe çka është esenciale, kemi helimimin e shqiptarëve. Dhe një ndër elementet e gjenocidit është vështirësimi i kushteve jetesës. Pra, ka qenë një kontinuitet i vazhdueshëm se Serbia ka vështirësuar domosdoshmë kushtet e jetesës shqiptare. E kemi me udhëzime administrative në vitet e 50-ta për ndalimin e mbajtjes e dhive. Mandej marrjen e bereqetit shqiptarë, por mos me pas asnjë mundësi për mbështetje. Ajo ishte më njëherë pas luftës së dytë botërore. Mandej aksioni i armëve në 55-56 ku diku 50.000 shqiptarë u rrahën në kryeqytet. Gjitha këtu mund të mbledhen në një gjenocid, në një gjenocid. Dhe kemi 120.000 dosje të udhëta që u hartuan gjatë kësaj periudhe. Pse Shqipëria si shtet, sepse hajde ne shqiptarët e Kosovës, thuaj se ishim në këtë mbretërinë serbo-kroato-slovene, në atë federatën e ashtu quajtur Jugoslave, dhe kishim një shekull përjashtuar edhe nga vetë pjesa e kombit. Edhe pse jemi një kombë, ne mund të jemi 2 shtete sot dhe të jemi krenar. Le të bëhemi 5, por në fund jemi një nacionalitet dhe jemi shqiptar. Ku është mungesa që SPAK-u, Parlamenti i Shqipërisë të miratoj një rezolut në të cilën e dënon gjenocidin mbi shqiptarët, mbi pjesën e vet popullatës, lere territorin nëse janë të fortë, të fuqishëm ata që autokton kanë qenë, do të jetojnë ose do ta kthejnë ose do ta shpallin, po si popull. Ai ka kryer gjenocid mbi popullin shqiptar. Nuk mund të themi ka kryer mbi popullin e Kosovës, ka kryer mbi popullin shqiptar. Nëse faktori ndërkombëtar në pikë të natës ja imponoi strukturave shtetërore të Kosovës që të krijojnë një gjykatë speciale që sot dënon luftëtarët e lirisë me fakte apo pa fakte, me argumente pa argumente. Ai u kriju. Njerëz sot janë burg, që 8 vjet janë burg, thirrën brenda natë me fakte pa fakte. Hetohen e qetohen. Që jemi duke bo na? Në fakt... Na ku jemi? Në fakt... Si Kosova, si Shqipëria. A më shumë këtu akuza vjen për shtetin shqiptar, jo për neve. Si Kosova, si Shqipëria nuk janë duke punu në ndërtim, është duke punu jashtëzakonisht shpak. Unë e para e përmenda edhe mekanizmat ligjor janë shumë të mangët.
vullneti politik dhe argumentues i shqiptarëve nuk është sa duhet. Thash, ka fakte, ka dokumente për dëshmu qartë që ato që ka bërë Serbia është gjenocid. Neve, çka na duhet neve? Neve duhet këto fakte, këto prova. Ti seleksionojmë dhe ti dokumentojmë para faktore ndërkombëtar dhe në anën tjetër të bëjmë përpjekje serioze që ti dëshmojnë botës që atë që ka bërë Serbia gjatë luftës në fundit 1999 është gjenocid i pastër me një zinxhir të pastër, një zinxhir të qartë komandues. Pra, Serbia ka realizuar krimin e gjenocidit me qëllim të shkatrimit të shqiptarëve si të tillë. Mirë po, fatkeqësia më e madhe është kjo. Nuk ka vullnet sa duhet politik dhe neve ajo që neve po na pengon është mendësia e shqiptarëve që na ka përcjell gjatë historisë baraktarizmi dhe mos uniteti në punë madhore, në punë do thotë që janë menësi kollektive. Kjo është kolektive. Kjo është ajo që neve po na dëmton. Jo rastisht, domethënë e ka përmend Fajkonica, shqiptari më përpara ta fal gjakun se sa ta fal suksesin. Kjo është një fatkeqësi e madhe dhe po e shfrytëzojnë armiqt tanë që janë shumë të organizuar. Ku jemi te shteti shqiptar, sa i përket procedurave për dënimin e Serbisë për krimin e gjenocidit ekzistojnë 3 procedura. E para procedurë është jemi antar i konventës së OKB-s për parandalimin dhe dënimin e krimit të gjenocidit që është domthonë në nënshkruan e vitin 1948. Si bëhet kjo? Kjo bëhet me një kërkesë, ne jemi antar në mënyrë si trashëgimtari ish Federatës Jugoslave. Sepse kjo është e parapame edhe do thotë me rregulla, me ligje, me traktate që ne kemi drejt që të trashëgojmë Federatën Jugoslave, të jemi që mënyrë. Por kjo është një nga rrugët. Një nga rrugët. Që të jemi pjesë që mund të jemi pjesë e kësaj domosdoshmëkartës OKB-s për parandalimin dhe dënimin e krimit të gjenocidit. Është një ndër formë që e parashet domethënë traktatet e Vienës, domethënë e precizon qartë që ke drejtën në mënyrë automatike, domethënë traktatet e Vienës, konventat e Vienës për çështjen e traktateve e precizojnë qartë, sidomos në 34 e përcakton qartë që domethënë ne kemi drejt që në mënyrë automatike, do thotë, jemi pjesëtar kësaj, domethënë, kësaj konvente. Sepse çdo shtet i cili ka qenë pjesë e një shteti të caktuar ose një federate, në momentin që shpërbehet, i bart ato përgjegjësitë që i takon. Edhe me deklaratën e pavarësisë së Kosovës, Kosova është zotuar që do t'i zbaton gjithë ato traktatet e përpashme që ka ratifikuar edhe ish Federata Jugoslave, si ka qenë edhe konventa për gjenocid dhe konventa tjera. Pra, është një ndër rrugë, domethënë që me qenë pjesë e kësaj konvente, do thotë për ndalimin dhe dënimin e krimit të gjenocidit, si trashëgimtari i Jugosllavisë. E dyta është përmes shtetit palës tretë, domethënë këtë rast mundesh përmes Shqipërisë ose një shteti tjetër. Dhe procedura e tretë është përmes duke qenë antari i kombëve të bashkuara. Këtu sa i përket pyetjes që bëhet lidhur me mundësinë e Shqipërisë për me na ndihmuar këtë rast, ne e dimë që 2 herë ka dështuar që miratohet në një rezolut në Kuvendin e Shqipërisë që ta cilëson ato që ka ndodhur në Kosovë si gjenocid. Dhe unë jam këtu skeptik. Unë jam skeptik i madh. Unë mendoj që Kosova nuk ka vullnet brenda shtetit shqiptar. Nuk ka vullnet para shtetit shqiptar dhe duhet ta pranojmë tërë. Shqipëria në vazhdimsi fatkeqësisht ka qenë e kapur nga agjentura greko-serbe. Dhe ne kemi një kryeminist si Edi Rama që në vazhdimsi e saboton interesat e shqiptarëve në veçantë të Kosovës. Ka marrë pjesë në projektin për coptimin e Kosovës. Mandej në vazhdimsi i bën turistëni i Kosovës. Dhe përderisa në Tiranë, domethënë Shqipëri, Tirana zyrtare, udhëhiqet nga personat e cilët nuk është prioriteti i tyre, interesi kombëtar, nuk pritet diçka e hajrit.
Mendoj që mosia më ideale do të ishte për një shtet tjetër, ose që kjo mënyra automatike, edhe me gjithë se, do më thonë, unë dyshoj që kjo mund ndodhë në të ardhmen mbarshme. Çka duhet bëjmë ne? E para, ne duhet sa më tepër të dokumentojmë para faktorit ndërkombëtar krimet e gjenocidit serb. Të mbledhim fakte, të sistemojmë, të dokumentojmë ato, të përgatitim në mënyrë profesionale një padi, mirë po jo një padi për gjenocidin serb, vetëm do më thonë 1998-99, por edhe një gjenocidin serb në spaku nga 1877 e tutje. Spaku për një shekull. Spaku për një shekull, sepse është jo e drejt, do më thonë nëse bëjmë padi vetëm për çështjen do më thonë për luftën e fundit. Por ajo që ka duhet neve, mua më ka pëlqyer një deklaratë që ka bërë 2001 ish kryeministri Ramush Haradini, që kishte thënë shumë bukur, që mos harrojmë se gjatë periudhës sa ka qenë kryeminist, megjithatë janë bërë disa lëvizje të rëndësishme sa i përket kësaj çështjes së dokumentimit të krimit gjenocid. Ai ka thënë shumë bukur. Qeveria aktuale tha nuk duhet ngutet, duhet përgatitet, mbledh fakte, përpiloj do thotë një padi për gjenocidin në Serbinë dhe Kosovë dhe ta pret momentumin e rëndësishëm gjeopolitik. Kjo është një mençuri. Do në zemër, ne duhet ta kemi qartë se çdo gabim i yni, nëse nuk arrijmë me faktu dhe bëjmë padi, në rast që humbim, atëherë kjo është katastrofë e madhe për ne.